në kodrat prankrujës, aty ku historia flet përmes kurve të lashtë, ndodhet një vend që vazhdon të mbajë një nga misteret më interesante të Shqipërisë. Ky është Zgërdheshi, një vend ku mbetjet e një qyteti antik lidhen me një emër që prej shekujsh ka tërhequr vëmendjen e historianëve. Albanopolis. Por pyetja vazhdon të mbetet. A ishte pikërisht këtu qyteti përmendur nga burimet e lashta? I vendosur pranë krujës, Zgërdheshi ndodhet në një pozicion që nuk është zgjedhur rastësisht. Nga kjo lartësi kontrollohet një hapësirë e gjerë e territorit përreth. Në botën antike, vendodhja ishte një nga elementët më të rëndësishëm të një qyteti. Mbrojtja natyrore, rrugët e komunikimit dhe kontrolli i zonës përcaktonin fuqinë e një qendre. Dhe këtu shfaqen gjurmët e një vendbanimi të rëndësishëm. Për të kuptuar misterin e këtij vendi, duhet të udhtojmë në kohë. Në shekullin e 2 pas Krishtit, gjeografi lashtë Claud Ptolemeu përmend një qytet me emrin Albanopolis. Ky emër ka një rëndësi të veçantë, sepse është një nga dëshmitë më të hershme ku shfaqet emri që lidhet me albanët. Por vendodhja e saktë e këtij qyteti nuk është përcaktuar me siguri absolute. Dhe pikërisht këtu fillon enigma. Albanopolisi nuk është thjesht një emër i shkruar në një hartë të lashtë. Ai ka hapur një debat që vazhdon edhe sot. Ku ndodhej kjo qendër? Dhe çfarë roli kishte ajo në kohën e saj? Zgërdheshi është një nga vendet që është propozuar si kandidat për Albanopolisin. Arsyet lidhen me karakteristikat e tij. Muret mbrojtëse, gjurmët e një organizimi urban dhe pozicioni strategjik tregojnë se këtu ka ekzistuar një qendër me rëndësi. Kur e shohim këtë vend nga lart, kuptojmë dhe më mirë zgjedhjen e këtij pozicioni. Një qytet i vendosur në këtë lartësi do të mund të kontrollonte territorin përreth dhe rrugët e kalimit. Sot, Zgërdheshi na shfaqet si një vend i heshtur. Por nën këtë gur fshihet kujtesa e një kohe kur kjo zonë kishte një rol shumë të madh. Kur ecim përmes këtyre gjurmëve të lashta, kuptojmë se historia nuk ruhet vetëm në libra. Ajo ruhet dhe në vende të heshtura që presin të tregojnë historinë e tyre. A ishte ky Albanopolisi i lashtë? Apo qyteti përmendur nga Ptolemeu gjendet diku tjetër? Përgjigjja ende vazhdon të kërkohet. Por një gjë është e sigurt. Zgërdheshi mbetet një nga dëshmitë më interesante të lashtësisë së kësaj zone. Një vend ku historia nuk ka përfunduar së treguari. Ky ishte një tjetër udhtim në misteret e Shqipërisë.